Dhe pas këtij bloku të marketingut, më lejoni t'i falenderoj gjithë përkrasit e emisionit Mes Nesh, Kolegji Iliria. Ju falenderoj edhe një herë që jeni këtu. Janë një pjesë e stafit të Kolegjit Iliria, si dhe student të këtij kolegji. Grand Decor, Hair Time and Makeup, e falenderoj Selvin që u përkujdes për dukjen time, dhe një falenderim i posaçëm për të mrekullueshmën Blerina Klokoqi Rugova që përkujdeset për mua. Faleminderit shumë. Ndërsa tani, që të kuptojmë se kush është musafiri i dytë special i emisionit të parë Mes Nesh, e ndjekim storjen e përgatitur për ta. Fatmir Spahiu lindi më 18 dhjetor 1981 në Beograd. Shkollën fillore e kreu në Beograd, gjimnazin në Gjilan dhe studimet i përfundoi në Fakultetin e Arteve Dega Aktrim. Studimet postdiplomike i përfundoi për regji filmi. Si aktor ka pasur angazhime të shumta në teatr, film, seriale dhe emisione të ndryshme. Ai po ashtu udhëheq edhe produksionin e suksesshëm Buka. Nga kolegët konsiderohet si bashkëpunëtor shumë i mirë dhe profesional. Fatmiri është i martuar dhe ka 2 fëmijë, një baba, burr i përkushtuar dhe profesionist i vërtet. Ky është Fatmir Spahiu. Faleminderit, Bufi, shumë që erdhe. Shumë storie mirë, faleminderit. A të pëlqej biografia? I kemi zgjedhë fotografitë e sakta? Po, mirë, bukur, bashkë më pëlqeu. Unë mundum, s'përdorëm Photoshop as kur gjë kësaj here. Natyrisht s'keni nevojë. Pa kabeli do sanë do. S'ka keq. Buf, a je të ushtru, hala? Po, jam të ushtru. Qysh po shkon? Mirë. Që sa ja ka njësë që një muj? Një muj e gjys. I sa ti trener që t'ka dekosht? Jo, kjo po i mbjetojke. Po i mbjetojke fortunave. Se ja kemi transformu të ata, ja i tyja, po a ke jemi qështu? pas marrë vesh që në fillim, aj ko mu thrash, aj mu me mdopsu, po njerë as njoni, atë po ecim ka dali ta shoj. Qëshje bu, fund zakonisht të pujme ja njësë emisionet pa të thirë edhe ty, në krejt emisionet kum pas, edhe ta shdu me pas që ma jep të marën. Vesh të aj femnave së më ke pas thirë. Urime, shpesoj edhe jom i sigur që i kom të shku mirë. Falemderi, shoqja jote, jom s'ka që shmu së më shku ke. Përveç asaj. Qka i të bo kote fundit? Një goblen. Spanjoll kam i gitare? Jo, jam një figurë të njohur të historisë komuniste të Kosovës. Po? Po, se me këto figurat e reja politike s'po ka goblena. E kanë një do Mahmud Bakalli, Fadil Hoxha, këta e momentalisht jam të punu Mahmud Bakallin. Bo, qëka i të bo kote fundit përveç goblenit në internë? Do këtë ja ke njësë me një projekt të ria, po? Po, janë disa projekte të reja cilat po të rokasin, po njëni i cili është konkret, është një emision i natës në televizionin publik të Kosovës, besoj që së shpejti do të filloj. Edhe pyetja ma e famshme, kur vazhdon zyrja për gjithë shka? Kjo është pyetja... Se mu ma bojnë zashdimisht hala këtë pyetje. Po, në gjdo postim edhe në postimet e mija në Instagram me fmi, pysin kur po fillon, por për arsye kisha me thonë objektive, nuk po vazhdojnë. Po e nisim një serial të rinë tribuna, qënal? Po, me knaci. Ftojmë, a ne? Falenderit shumë. Bufim! Emisioni që thash ma herët edhe Beratit, që e patë musafir, një për i risive në këtë emision që është që unë kam e folë ma pak, faktikisht heq, gjatë kohë sa folin musafir. Afer vetës i ki një akvarium me 20 tema të ndryshme, që kanë të bojnë me ty, paktën me atë sa ma ka marrë mu mendja që muj me folë bashkarisht. Kimi tërheq 5 për i tëne, një ka një. Vashtisht për preferencës për temën, kime vendosa, kime folë 2 minuta. Në gjyra e synetis që në ka. Pa i përmësyshme, po. Edhe karika është qasi në gjyre. Karika s'po shiet prej me, po... Unë e ko marrë me veti një hudër përmësysh. Kështu që... Për shpresoj që kanë me dojnë temat e pëlqyshme, ka edhe për atyne ma që mujnë më konë ma të befasushme, po unë shpresoj shumë që bile një 3 për i tëne që unë kom pas qef kanë me tranë. Okej, besoj, hajda, për tërheqem njënën? Po. Masi mujna me folë, për tërheq dhe fito? Po. Kur të më qillona i ma bazi temë. Të më karon men, bre. Wow. Me hap?
Edhe me lexu, po. Kur deli nëse dan, Po. me marë. Qka? Korrupsioni. Wow. S'di pse pas në shkruj që temë. S'di asune. Në shta dhe mu ka përgji. Po. 2 minuta, 4 minuta. Mos t'ka met për një politikan, kjo Po mdo këtë që po, se edhe masin gjyra e kaltër. Po. Qa më pyte tjetër? E ki preferencën më varet prej teje. A do Po. me folë 2 minuta apo 4 minuta për temën e korrupsionit me elaboru? 2 minuta. 2 minuta. Mos po dënë me ndru, pytjen. Ja, 2 minuta, po flas. A jemi, po flas, po, jemi. Ajde. 3, 4, filla. Kështu, korrupsioni është diçka që e shoqënon shoqërinë e Kosovës, që 15 vjet, 16 vjet prej çlirimit. Thojnë që është i marum prej shqiptarëve, po unë e kam një qasje tjetër për këtë muhabet, është që shkollën e parë të zhvillimit korrupsionit edhe lullëzimit tij në Kosovë kanë sjell disa edhe të huj me ardhjen e tyne dhe i kanë shkollu këta tonë dhe natyrisht ata mund t'jenë krenar sepse nxënësat e tyne sot janë më të mirë se mësuesit. Edhe po ashtu është një punë e trashëguar edhe prej sistemit Jugoslav, sistemit atij serb në atë farë periudhën prej heqjes autonomisë deri te çlirimi, se nuk e mujt asnjë pasaport, asnjë letër ndom diçka që takon ligjërisht si qytetar me nxjerr, edhe u dasht o mja quni boks cigare o nej literaki o nej 100 marka ose nej diçka, kështu ka funksionu. Dhe si duket është një farë përzimi e këtyne dy seneve, edhe jemi ku jemi. Kjo është sipas meje, është mirë të hiqet, është edhe kusht edhe për liberalizim të vizave, edhe për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, mos me pas korrupsion. Unë e uroj edhe besoj që korrupsioni të zhduket të tretët, sepse unë besoj që mundet diqysh, mundet me u hjek, po besoj nëse jo tash, në 300-400 vjetë e ardhshme, gjeneratat e reja, studentët e Ilirisë dhe universiteteve tjera, të na sjellin një frymë të re, ma të logjikshme, ma kështu. Inshallah jem gjallë mas 300-400 vjetë, e presim edhe atë ditë. Edhe që si jem gjallë, lidhëm Skype-a. Kush e di qa del të re atëherë? Bash. Më përveç Skype-it, si di qysh kjo teknologi, kur jam kone vogël, për shembull thosha krejt me bu mu zbulu, veç me fol edhe me këshyr njerit njëjtë në gos, ka shansa se qisha Ninja Turtles. Atë kujtohet që kanë pas ato edhe me këshyr njerit edhe me fol, kjo s'ka shansa. Hajde ran, hajde u kona jo. Kështu që që? Tjetërën, s'pe përzi, se po dalin tema po dalin trona. çështje politike, nuk i kam fort me rak. Gjenë zgjidhje për 300-400 vjetë. Gënjeshtrat. Që apet me politikë. Sa, ketë shtua? Me politikë? 2 minuta, 4 minuta. Hajtë 4, mos bona veç me 2. 4 minuta. Do me thonë gënjeshtrat, so gërsheta ta nësi. Oke, gënjeshtrat, mirë. A ti bashkë s'folë kur, a? Na aktorët rajmë shumë. Po menoj, rajmë në skenë. Rajmë që jem Hamleti, a realisht mund t'jem Shukriu, Ismeti, Fatmiri, Teuta. Rajmë edhe kur i flasim këto farë batutat e autorëve të njohur, të ndryshëm, për mes roleve. Po, mu qunë me nxes, me bo një rane, mas dite, me i besu që asoj rane, bon shpesh e vakije dhe unë e një disa njerës. Marojnë në ranën me nxes, thojnë gënjeshtrën, ja fusin shumë katë, ku e di unë, diçka si fluturon krokodili, për shembull. Po, fluturon, e nisët, tash në varet dhe prej situatës. Edhe me i besu mbramje, i një disa njerës, adin që
te na thojnë, për shembull, ram bizbitevia, dhe kështu ram. Kemi gënjeshtra të ndryshme. Gënjeshtra që shkojnë me buk, pa buk, para buke, mas buke, në mëngjes, gënjeshtra që vijnë prej mediave, gënjeshtra që vijnë prej politikës, gënjeshtra. Unë gënjeshtër nuk e du. Tash, kjo është pak si përgjigje ndonjë këngëtare të estradës, që unë jam e sinqerë dhe më pëlqen të këndoj live. Po, sinqerisht, gënjeshtra nuk ka arsye për me u gënjyja, për një me nuk ka arsye. Dorën zemër, në Iran mundët me bova ki në radar nëse hinej, në herë, në thonë kesh 60. A e më konë 120 ose diçka, në këtë kajde, mundët me bova ki. Ndodhë. Nuk, do me thonë që t'jem para Zotit, fillimisht edhe para qytetarve, shikuesve tonë, ndjekësve, i sinqert. Pra nuk është që së raj edhe unë në hera. Dim, po rana maksimale mundet me qenë kjo edhe në Iran me fëmijët e mi që është në kuadër prallës. Adin, për shembull, maçoku me qizme është shumë i fortë dhe ajt vjen të rre, adin, maçoku me qizme o vizatem, ose ku pe di une te Shreku është bo edhe me këtë farë 3D mirë duke ta manësi, amo se eksiston. Do me thonë, rana jam shkon deri këto. Mirë po, me rajt është njëjtë si me vjedhë. Kjo si nana tonë që është në të, ku se ranë që edhe vjedhë. Unë po supozoj që një gënjeshtër e prish një njeri, edhe unë nuk i du gënjeshtrat, uroj edhe besoj edhe shpresoj që gënjeshtra ajo, gënjeshtra të zhdukët edhe të mos ekzistoj ma se s'ka gjë prej saj. Për shembull, që kjo tjetrën ko me zgjedh 2 minuta, ki me pa qëfar do teme që është 2 minuta e zgjedhit. Badjava, 4 shumë. Edhe, ka shumë tema këtu? Po majmë që tu, mos po del ma mirë diqka. Kur, qëfar dite transmitohet emisioni? 3. A, ma mirë. Me ti trenja? A, ma mirë një gënjeshtër e bukur, e një e vërtet e hidhun. Një vërtet e hidhun o gjithmonë, majmë. E kur i arsyeton ti gënjeshtrat? E arsyeton? I blen bosh gati e dëgjon vërtetën e hidhur. A gënjeshtra ëmbël është e përkoshme se të nesërmën ose të masne del edhe. Del. Ato gënjeshtrat kër e bojmë dikon më një ma mirë, për shembull, që apo do kësh mirë, ose i ka flok, si kur unë më vetë bufi, zakonisht kër jam e qaravesh, shkojmë prova, më thot, a ki mjeshtër në shpeja? Edhe në qatë kajde dogna. Si kur bjenë qiresh, në të dhja ju ka ndohë. Kështu që, në qatë rasteve, po besoj që duhet më të leru. A din qysh, komplimenti është një farë gjysë rane ka njera. Po, duhet me dhonë se është edhe mirë sjellje, po gjithsesi nasni rrethon nuk jam për gënjeshtrën, se ballë madhin, është e panevojshme. Për një me është e ose dejtë e babadimri mjafton. Deri te babadimri dhe eventualisht kur është dikush i smuti, thu mirë, je mirë. Edhe në këtë rast. Vazhdojmë, a? Hajde, shkojmë, i këtë bëzik bollë, po mdokët? Mirë, po, që... Hajde, ta këqyrim. Ersonit që shpishkan? Mirë, Ersoni është mirë. Mirë, shumë. Ersoni mirë. Mirë, shumë. Bigani mirë, Bufi mirë, Teuta mirë. Selvia dhe ajo. Selvia mirë. Motivi. Motivi? Po. 2 minuta? 2 minuta, se dyqysh po formulohen ma mirë, ma interesant po supozoj. Motivi, e dim të gjithë që fillon me shkronjën M. Po. Edhe i ka, sa për vjen 3 rokja, po? Motivi, amativi. Veç një mëm. Okej. Se ma ka aja, ko ka veç këshyre kështu me...
Motivi. Me pas motiv është mirë. Motivi, pa motiv është dyqysh jeta e pa kuptim. Ta din, qoftë me që përmende dhe fillove bashkëbisedimin ton me ushtrime dhe me fitness dhe ku e dijune, ekziston një motiv, një qëllim. Pa motiv nuk ka kur gjë. Prej krimeve ma të rana deri te gjërat ma të bukura. Do me thonë, unë jam çdo ditë çona i motivum për me arrit diçka, për me bo diçka, për qëllime të ndryshme. Pra motivi me qëllimin, edhe po të mbinte qëllimi, aty. Me qeni motivum është mirë se e din që në fund të ditës më rrin dikon. Tjetra është që Kosovën tonë të dashur, fatkeqësisht kanë erë motivet ndrojnë mrena ditës, që është ndrojnë edhe qëllimet. Po me qeni motivum edhe me provu me i motivu të tjerët, është një farë sfide dhe është një farë knacije. Sidomos kur e motivon një fëmijë tandin, ose një fëmijë tjetër, ose ku e diun ndoshta edhe shikusin, unë kom pas momente shumë interesant, po menoj, momente dhimbshme kanë erë kur njerëz ndryshëm ta nxom në vizitat ndryshme në spital, njerëz smut, humanitare, po flas, vullnetere, më kanë thonë, po na motivon me emisionet tua ti dhe kolegë këtu me rnu magat. Adin, edhe këto janë, do me thonë, Më pëlqej përgjigja, se po që ashtu është një farë mënyrë edhe kur inspiron edhe tjerë, në motivit të punës që e bën. Janë të tra shumë interesant, do tema shumë të përgjithshme, po kom qef me tra diçka pe i ma atyne ma personale. Hajde, me magnet kom i bo herën tjetër. Hajde, bashkë. E kom janë gjitë ka një unazë në dorë, edhe veç ato me ardhë. Hajde, ta shojmë. Hajde, letrat e synetis. Hollywood. Mirë shumë. Mirë, kjo. Hollywood. Hajde motivi Hollywoodi, 2-4. Motivi edhe Hollywood. 4 shpresoj. 4, hajde 4. Hajde. Hollywood. Fillimisht, ndër të tjera, Hollywoodi më kujton edhe njënën prej këngëve Cinam Vllazaliut, që është në Hollywood nuk po jetojmë, që ta kem jetën film me ngjyra, është njëna prej fjalive. E dyta ti e din se na jem shok shumë ati, jemi shumë ati, na kur kemi ardhur në fakultet të arteve, kemi ardhur me ëndra të mëdhaja, gjigante, me qëllime të mëdhaja, dhe më na paslon për shembull neve në vit parë kur kemi qenë studime në klasën e Faruk Begollit dhe Ilir Vincës, me a thonë dikush që, ju Hollywoodin kur njetë s'kam ju ra me lakua nej për punë, se për qef ka mundësi, e kishim thonë ikë mëre se na përkosisht jem këtu veç sa të mësojmë që shfollet në skenë, se na ikëm adin. Edhe Hollywoodi është andër e gjdo aktori, gjdo regjisori, gjdo producenti, edhe gjdo njeriu që merret me edhe me showbiz, edhe ku e dijune. Nuk besoj që ka ndonjë aktor në Kosovë, i cili nuk kish me pas qef më konë pjesë e kësaj industrie gjigante. Unë jam shumë i sigurt edhe në këtë aspekt më mdhimën vetja dhe kolegët e mi në Kosovë, që nuk kemi lind atje, është palidhe me thonë se Kosova vendi jonë, dashnia jonë, motivi, shpirti, tragedia, krejt që kemë përjetuar qëtu, po du me thonë, mdhimët vetja që nuk kom pas ndonjëherë rastat energjinë e 18 vjeçarit, kur jemi arë në fakultet, me pas qatë energji, me shfrytzu dika tjetër ku për një me puna artistit vlerësohet edhe mund është me rnu prej saj, edhe me u bo yll prej saj, edhe me motivu botën, me punën edhe veprën tane. Hollywoodi është qaq i fuqishëm, edhe qaq me ndikim, sa që kryon president, rëdzon president, kryon trend, kryon frym, kryon andra, bën e revolucion, i paraprin ngjarjeve. Për shembull, Hollywoodi ndër të tjera, në filmat e vet ku ka pas ta nxom në mrena rrëfimeve, ku ka pas president, për një 10 vjet, 15 vjet para se zgjidhej Obama presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, personazhin e presidentit e bënte me ngjyrë.
Do me thonë edhe kjo ka qenë një farë, adin edhe pse shumë e hershme për Amerikën, i ka paraprit diqysh që ja ku e kemi ndoshta njënin prej presidentëve më të mirë edhe më social të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një afroamerikan. Pra kjo është një sukses edhe një, qysh me thonë, një ligjerat e demokracisë për krejt botën. Nuk po thomune që kjo është direkt e varum prej Hollywoodit, po ja se si ka funksionu. Edhe Hollywoodi kontrollohet edhe menaxhohet prej njerëzve më të fuqishëm botë. Hollywoodi krijon trende, farmerka cilat na i veshim sot, janë sjellura prej filma të krijuara në filmat western, të prodhuara në Hollywood, dhe sot krejt dynjaja vesh farmerka të cilat jenë promovu për herë të parë filmat western të krijuara prej Hollywoodit. Flokt, për më miri pas ke flokt urime. Edhe, po menoj, edhe Hollywoodi o trend. Hollywoodi eksporton gjithçka. Kjo është. Bof, në haloj kemi veç 43 vjetë, të the krejt jetën. Unë e kom Sa bërë po thu që 34 shkojnë, a? Jo, po menoj. Ti kryu mirë Unë shto haloj komandrat të 18 vjeqarës. Jo, adin qysh? Se menon se unë shumë i qmoj disa për i kolegëve tonë, që nështë nuk janë shumë, po janë 2 a 3 njerëz me cilë kemi punu, që edhe mas moshës 20 e ma shumë, janë të vazhdu të një kontrat e tëne. Kemi raste për i tëne që kanë shku jo në shtave që në lej, po e kanë pësy Amerikën në venet në shta kryesore ku ata mendojnë që kanë me bo diqka, edhe nuk i kanë alë mosha për mi zhvillu ambicjet e tëne, ondrat e tëne. Adin qysh po thomune, energjia edhe motivi i një 18 vjeqarit, i cili pos vetës edhe hajde prindve, s'ka tjetër përgjithsi. Nuk ka tjetër përgjithsi, ku mundet me ra me fjetë kuda, mundet me hyp në tren, në aeroplan, kuda. Po, me një 34 vjeqare ose 33 vjeqare, cila është nanë, e cila ka obligime prindërore, krye familjare, është pak më vështirë, ti pa mundë si 18 vjeqar, ti thu, adin me shtru plaka dimëre, s'ka problem, janë një rap i bënë. Kurse, kur ti e kryon një farë mbretrije tonën, a përdin si 34 vjeqar, je 15 vjetë në skenë tonë kohën, njerëzit dojnë, ose nuk dojnë. Po komoditeti, sa menon që ai komoditet që din me na kriju një farë pasiviteti për mos me vazhdu me ndje kondra tona? Komoditeti është edhe i poshtër, definitivisht po, por... Sa është i mirë që ka edhe që atanët që të rahaton, hajtë se mirë jam. Adin ku është problemi, është të shoqënia. Kur thomë shoqënia është prej presidentëve, presidentës e të poshtë. Nëse qeveria, ministrit, njerëzit e thjesht, në qoftë se ky vend donë me pas kulturë, duhet me investu në ta. Qashtu. Do me thonë, në qoftë se, jo veç financiarisht, mos keq kuptona, mos t'ingloj materialist. Në qoftë se teatri kombëtar, në qoftë se teatri kombëtar i Kosovës 2002 e ka bërë një shfaqje për shembull fluturimi mbi folen e Qyqës. Ajo do duhej me urujt si thesar për 30 vjet të ardhshme. E vërtet. Si një ikonë që atij institucioni. E jo drejtori i radhës marr, çka kjo, çka kanë bërë ata, shkelëm atë. A kit kjo? Çashtu. Nuk përderisa po them, unë kam një thënie pa u hek defat s'ka liberalizim. Do me thonë, sa i bim defave me ringte edhe me epsh, me dashurit madhe s'ka. Defat në bërlog, liberalizimi vjen kryet. Ko gja e sakë, po. Hajde mos po qëllon aty defat. Ose përzini qaja të nejsen. E pse bufti e ki pas, mo trajena, e ti vet defat i pas ke. Po defat e defat. Promovu ko gja si shumë, Ue familja, bravo, shumë pitemi. Okej, 4 minuta. 6 det lëshe. Shkojmë, dita parë. Une, po, familja është, tash është pa klishe me thonë, po është gjëja ma e rëndësishme për mu. Ajo pjesë kune nina rahat. Ka streset punës, ka telashe shumëta, cilat i din shumë mirë.
por kur njeri shkon familje, kur e takon në këtë rast bashortën edhe 2 djemt e mi, kur i takoj une, është një muhabet tjetër, është një tjetër sen. Mu më pëlqen me u marë shumë shpesh me kocirat fëmijëve edhe me problemet e tyne të mëdhaja, cilat i kanë. Për shembull, më shkrujti lisin fletore, thot mali, ja ka prish një shkrim ose një tërgim cilin e ka bo, edhe ajo është tragjedi kombëtare. Edhe tasha tragjedi kombëtare, na e analizojmë bashkë, e shqyrtojmë e tjera e tjera. Familja është, për mu, është dyqysh shtrati ditor, nëse kisha me mujtë mi thonë kështu figurativisht, aty ku ti ki mundësi mi shtri komt, edhe me qenë për një me vetvetja. Unë kom qenë me familje shumë i lidhën, edhe me printe mi të ndjerë, edhe me fëmijët e mi, po edhe me familjen e gjanë. Po unë menoj, edhe kështu është, edhe nga eksperienca jam, që familjet mund të krijohen edhe jashta familjes, familjes në kuptimin bukfal fjalës. Familja jonë edhe kolekt, se familje jonë edhe shokt. Ti mund është me thonë shoqënia, se është shumë, shqiptarët i kanë të fjalë të mrekullueshme. Vllaun s'unë e zgjedh, po shokun dush me zgjedh. Vllau mundet me të qëllu edhe kriminal, mundet me të qëllu edhe hajn, mundet me të qëllu edhe diçka shumë e mirë. Po pak me ta dasht, mundet në vllau me të qëllu edhe jashtë. Po jo në vllau që s'qon para, edhe në vllau që s'qon para o fjallë. Pra, pos familjes klasike, e cila për mu thash është shumë me rëndësie dhe pa cilën une nuk muj, edhe cilët shumë i du, familjet mund krijohen edhe duhet krijohen edhe në rrethe tjera. Në qoftë se një koleg në ndonjë bashkëudhim apo bashkëprodhim nuk bashkëndjenj me ty, nuk bashkësakrifikon me ty, atëherë ai nuk është më as koleg. Po nëse ai vetë afrohet, solidarizohet me ty në momente kur ti ki probleme të nëzom në familjen tënde të vërtet, atëherë ai vetë bëhet familje. Dhe unë menoj që unë fatmirësisht, ka dash Zoti që kam familje, po përveç familjes, pra bashortës edhe grus, edhe motrës, bashortës edhe grus edhe zanës, po, edhe fëmijëve, kam pas fatin dhe vazhdoj ta kem që të kem familje tjera, pra shoqnin, shumë kolegë të mirë, po, bashkëpunëtor të ndryshëm, e tjera. Dhe kuzhinjerë të ndryshëm, se... Po dhe? Këshire, edhe kur shkon në restoran, mundet gjithësysh njeri me ta bo kuzhinjeri me ta bo një ushqim pa lidhja, po kuptën, që se ta bo në të mira e familje, se të këshyrë si nana, pavarësisht që e të pagun. Adin qa, familje nuk pe gjuj. Bravo! Që ta mërmenja, Malja Lisi është ma ka skena, ma ka aktrimi për djemve. Se mu mdo këtë Lisi që është shumë ma i gjallë, ma hiperaktiv, Mali mdo këtë ma i nalun. Po, Lisi është aktiv, mire the, Lisi është shumë i gjallë. Lisi edhe kur ti nuk i ko për mja kushtu komplet vëmendjen, a i ta merë me zarë. A Mali është lider. Mali është lider, është i qetë, e ka vizionin e vetë, kur thot diçka është punë e mbarume edhe sakt, nuk fol pa qenë sakt. Gjatë fëmijët ma të ndajt janë që shtu pak ma të matun, ma përgjedshëm. I përgjedshëm është, i heshtun është... E kështë pas qefti në njoni mu marrë me artë? Përkacisht me aktrim? Këshyre, mu në këtë jetë për këto, po thëmë, sa vjetë pi bot, karriera aktive 15 vjetë, se prej vitit par jam aktiv. 16 vjetë. Apo shë, taman po. 16 vjetë karrierë aktive, mu nuk më ka ra keq.
me u marrë me artë. Edhe pak kanë me na thonë gjenerat e artë, si na edhe Mikullovcit. Po, bash. Vjetë po shkojnë. Edhe pse ti shlirë mund është me thonë që i ki 22-3 vjetë. Se që qikëm, sa? Po, ta mande. Po du me thonë që është e pandershme, pa moralshme me thonë, hej, mos u merë me artë. Një ofru mundësim, po më interesoj qefi jo, ca kështë pas qefti. Une, qefin ta me thonë drejtën, mu në ndërko më kanë lindë edhe punë tjera. Unë dikur kam fillu me u marë me punë edhe si producent, edhe me prodhu senet mijat, cilat piknisjen e kanë pasë për shkak të nevojës, për shkak të nevojës ekonomike. Tani janë zhvillu, ku pe di une, kështu që... Nevoja i kryon shpikjet më të mdhaja. Bash. Kështu që nuk është keq më konë në këtë industri, pe thojmë se në Kosovë s'ka industri. Po që kur s'ki dalë jashtë profesionit? Prapë që prapë je konë... Nuk kom dalë jashtë profesionit, po në thash nëse dikush më pyt, po thomë, si biznes, nëse dikush më pyt, a din me shtru laminatun e kom i thonë po, kom e gjithë Ka që pak me një pjesë, ujë ka i pjerë. Provoje. Kom i thonë po, sepse unë kam merak që mos t'i iki punës e përgjithësisë. Po t'kuptoj. Faleminderit, bo, vazhdoj me të 4-tën, a? A 5-tën? 5-tën e paskëm, a? Kjo, a? Hajde. Mirë. Serialet. Mirë, shumë. Mirë, po më filqen. 7 dita? 7 dita, po. 7 dita. Une në Kosovë kom lujtë në disa seriale. Kom pasë rastin, seriali i parë që kom lujtë ka qenë video kasetat s'pi përmenim, pilom ato le t'jenë në... Edhe pse dorën zemër një skeq po bën zhurë ma shumë se një shfaqje. Kështu, kom lujtë në disa seriale. Kanë qenë Jeta e një toke, po, ke lujtë edhe ti. Kom lujtë në serialin Familja Moderne, pastaj ka pasë, po Rrëfime para gjyqi, një serial tjetër, nuk e dija ke lujti aty ajo, cene ka pas bëha dhe Mikullovci, një cikël të burleskave të Ade Mikullovcit po ashtu, edhe ka pas ardhë Kafeneja Jon, dhe me thonë në vitin 2004, në dikon ka gjysma e 2004-tës, ka pas thonë atë ko Istra si producent, që ka mundësi që fillojmë diçka ki interesim, unë natyrisht që pata pranu me knatësi, edhe në nëntor të vitit 2004, ne kem pas gjiru epizodën e parë, më zgaboj, transmetimi si cilës ka pas fillu, më duket për vitria, po kështu diçka. E kem pas gjiru realisht dytën, tani të parën, e dytën e patëm qu për vitin, kështu di që shka qenë. Mirë, unë mendoj që serialet, pastaj zyrja për gjithë shka, ku kom qenë edhe producent, e diskutum që unë alë për arsye financiare, edhe serialet, realisht seriali Kafeneja Jon është ajo që mu më ka bo të njohër, se janë gati 10 vjetë, gjdo të hanen, gjdo si cilin familje, dhe për mu seriali Kafeneja Jon mbetet seriali maj mirë, maj punum, edhe maj pranushme, ma qesharak i tona kohnave, edhe me thonë të drejtën nuk besoj që do të ketë mundësi, tash për tash jo se jo, po do të ketë mundësi të bohet bashk një ekip e tillë, sepse kemi qenë krejt atë shumë sinqert edhe atë shumë të ri edhe kemi punu këtë serial me atë shumë dashuri, sa nuk do mendë dhe zdo fjallë kjo punë. Qysh u rritë Kafeneja, jemi rritë edhe na, do me thonë kemi shumë të ri, ndërku jemi bo prend, na ka ndodhë shumë sene një jetë, e tjera. Pra janë gati 10 vjetë, një dekadë. Ka mundësi që dikush kur ka fillu Kafeneja Joni ka pas 7 vjetë, në ndërkohë në përfundimin e saj ka pas 17 edhe ka mundësi edhe në martes, qofë se bashkë për letra në sen. Unë po flasë për eksperiencën tem karshi këtyre serialeve. Kurse, përsa i përket serialeve, nuk du kur me t'inglu racist, as nej nacionalista ku pe dijune. Për mu, serialet indiane,
edhe spanjolle. A me qita indiant e indis, sinqerisht nuk sen heq, adin, që në gjysë fjales janë isin din me i valëzim, për një me, une nuk e di as që kem, as rasisht një natë të disa mishtmi, e kom pa që në njët, ata ishin këputu e në zoni televizion të Macedonisë, për me këqyrë një serial në gjuhën indiane, që s'kem kur gjatë përbashkë. Gjuha turke ka qenë këtu 500 vjetë, është të pranushme, i kemi defat e njejtë, ka gjëra, ku e diune. Po, okej. A se Smeraldën se ki këshyra as Kassandrën atë Ja, heq kurrë? kur. Heq? Heq, Kassandrën e di që u konë një invazion, se u konë para lufte. Qa është? Dukët, dikun, po, në televizionet Serbisë, tjera, pas në satelit s'kemi pas. Po, faktikisht serialet indiane nuk e di çka ky trend, ason s'po më rri me kuptu, veç që është 5 minuta një kadër, një ftyrë, një emocion. Nuk se kuptoj. Latinoamerikanet më janë shumë limonata, për dallim që për i këtyre serialet braziliane janë ndryshe, disa pej serialeve turke janë prap pak ma ndryshe se shihet një investim shumë i madh. Po, natyrisht. Që me pas na një investim 50% thojnë aty ne, po mdo këtë... Unë e di që vjera jam i përcjell, edhe ajo vjen nga njerë të na, unë për shkak respektit ja lëshoj njënin prej televizioneve i cili ka transmetu Sultan Sulejmanin edhe Karadajn. Edhe për kurreshtje i kum pa 2-3 epizoda, sepse di që me i folë asaj gjatë Karadajt nuk ka snim në është të mshelin, nuk ti mund është me folë bile kur du me grun me folë ndë një temë e cila nuk është për me u folë në prezencë të vjerës, e shfrytëzoj momentin kur ajo është në dhomë, po është e këqyrë seriale. E po flasë për këto 2 seriale, Sultan Sulejmanin edhe këtë Karadajn, aty ka miliona investim. Se janë serialet punume, edhe gjua turke flitet me të madhe, edhe prej shqiptarve, edhe prej... Po dhe është pak ma e për afert edhe e kupton arsyen pse i këshyrin ka shumë, po indian me vërtet është pak... Po indian, për një me nuk e kuptoj. E habitshme. Edhe si territor nuk kemi ja, as në kanë sundu as njerë se, për me sundu s'bot fjallë, po nëse sundojmë vetën bot shumë mirë. Edhe për smartphone. Mishme që ta na kemi shumë ndikim të Amerikanëve, se na prodhojmë sitcome. Edhe ka pas tendencë më bo nëjherë edhe seriale ma dramatike, po që nuk kanë kallëzu në i farë suksesi shumë të madhë. Pse ta mërmenja? Kemi nevoj me kesh? Kemi nevoj me kesh, po këna kajmë të nditën e lume në përshpia tona. Normal që ndrami duhet dikush me kesh. Po du me thonë, jeta në qofë se qytetarin e Kosovës edhe mbramje e mbingarkon me tema ekstra sociale me ku e diune, por me temat turke na bashkëndjejmë, se aty është dikush që në fëmini u koni dashurum dikon e kjo me zore kanë feju që atje e kjo tjetë, do me thonë, ka diçka nga këto rëfime edhe të shqiptarë, nëse jo sot dikur po. Dhe e gjenë vetën bashkëndjejnë disi me tadin, po me indianë. Po të kuptoj. Bufe, para se me t'i bo një 20 pyetje tjera, jo po të shkurta janë. Po du me t'pyt pak edhe për udhëtimin tënë të fundit në Amerikë. Ke qenë me familje, kalzon pak që shkallove. Edhe a ish ma mirë atja këtu? Ma mirë, jashtë amrena. Jashtë amrena. Une realisht për kundër shumë ofertave ma heret me qenë Amerikë për punë, kësaj here kom kombinu edhe punë edhe pak punë private edhe gjërat ndryshme. Kom qenë në Boston. Në Boston është një pjesë e historisë shqiptare, ti edhin. Në Boston ka jetu Fajkonica, Fanoli. Pa dhe postime tua që ke qenë për ato vende. Po, është kisha ortodokse, katedralja ortodokse themelume prej Fanolit, aty ishin halado shqiptar, kom qenë vizit. Edhe është eksperiencë e jarëzakonshme. Bile nëse tim lejon, unë e këto kur se bëj, i kisha përshëndet disa shqiptarë me cilë t'jam takuar. Plus që janë shumë mikpritës. Janë mikpritës t'jarë zakonshëm edhe kom qenë edhe në disa familje, edhe kom dalë, më kanë sheti disa prej tyne. Edhe pse Bostoni ish i vogël, nuk është ta nëzomë si New Yorku, Bostoni shumë shpejt mësohet, po në Boston është Harvardi, është truni i botës dhe ku pe di une. Amerika ishtë diçka ndoshta vendi vetëm cilin e kisha ndru me Kosovë. Po, edhe pëse është largë, se gjithë e ka njerës hezitimin që anejo që anit është gjithmonë pak ma vështirë me shku për me najtë ma gjatë. Si ju do këtë Evropa, qëtu hajtë që qëtu jemi?
tutna prej aeroplanit, Apo? edhe jo nuk des prej aeroplanit, unë shumë besoj në atë njerë, po tutna. Edhe për mu, kur hypi në aeroplan, ajo 1 orë, ajo në 16, absolutisht është njëjtë. Une planifikimi njëtësore kom a me hypa jo. Në momentin që hypi, ma nuk e kom problema shkona. A e kisë rës halomat ma të kur jam fëmit me ty me veti, se mu kjo mu ka rritë kur jam me qik të utu. Se vetë kur afsha mu së vrafsha. Për në Ameriku mu thu me i kompani shumë serioze zvicrane dhe diqysh zvicrant, menoj që janë... E din rrenin pak ma shumë. Përsa i përket Amerikës, po thomë është vendi ndoshta i vetëm cilin për me jetu, jo për dashni, se dashnia është vazhdimisht për Kosovën, pavarësisht sot loqavt po na i bojnë ka njerë zhvillimet e fundit, po Kosova vendi jonë, vend për cilin jemi konë gjendje edhe me vdekje edhe me dhonë jetën edhe krejt, kështu që... Qëko gja je patriot, kështu në kuptimin e mirë të fjallës, jo, s'po tham me tendencë, po tham me të vërtet, je një për njerëzve që nuk e di, e shprej gjithë dashnin për ven dhe jo veç me postime, po edhe në muhabete private, edhe në muhabete shoqënore, gjithmonë e ki veçan që ajo veti që e kini fardashnia shumë të madhe për ven, për... Unë këtë ven e du, unë pe thom, është kur nuk e kumë thonë se kumë përmend, po me që më ngacmove këtë drejtim, mu nuk kumë bën vaki me kalu një vit, pa e bo një gjiro qoftë dhe vetë deri te jashartë, në prekas. Unë i hypi kerrit, qoftë dhe vetë. Unë menoj që ja i ven, kur ishe ato varezat atyne herojve tjarë, asoj familje emblem këti veni, motivona edhe ndoshta qetësona se ka njerë për një me zhvillimet po ta bojnë bajat. Mjafton me shku me pa se njerëzit kanë sakrifiku shumë qka për ky ven më konë i lirë, më konë i drejt edhe i barabartë. Kështu që unë... Ta kujton që s'duhesh me harru pse unis, edhe kur unis. Me që përmende, unë e du këtë ven, ku do që të shkojmë botë, unë kom jetu në Beograd, në vendin armik të Kosovës, sepse familja ime ka shku atje në vitet e 50 mas luftës. Nuk kemi qenë punëtor të udbës, po vulkanizer ka qenë baba em, edhe nana em ka qenë anë vise, se ka njerë keq kuptohet që në Beograd, në Beograd jo atje keni... Deri në klas 8 je konë në Beograd? Deri në klas 7. Unë patriotizmin e dashnin për Kosovë e kom su në Beograd, nga printe mi. Pikrisht pse jeni konë largë, është halo ma shumë. Kasetat, audiokasetat me këngë patriotike, cilat i kom pas obligime ingu prej nanës temë. Prej videokasetave në VHS të vitave 3 të televizionit Prishtinës, cilat më vinin në Beograd për mes dajve, kushëreve, ku e dijune. Dhe dashnia për veni nuk është veç kur je në venin të nëde. Edhe për kundër që po bojmë përpjekje kove të fundit me na i bo bajat, s'kan mja dalë. Inshallah. Bufi, unë kam e ti përmenja 20 tituj, gjana, emra, kafsh, qka do që janë këto. Edhe po du ka një përgjigje me veç me një fjallë prej teja. Në qka të asocojnë? Në thonë, moment që të thëmë tyli, ki me thonë nusja ose qka të asocon ty. Nuk e di qka, që mu mëronë me nusja s'di pëse. Atyli kjo është kështu po. Për shembull. E din ti që unë do që si nuk e di, se me pas ty qa tyli, unë e kisha me di. Godare. Kjo ku ka tyla për hera tjera. Për hera tjera. Okej. E kaltërta? Klubi futbolistik Drita. E Dita! Kjo është një fjallë. Adem po... Titull. E kuqja? Flamuri kombëtar. Kariga? Pushteti. Kafja? Turki. Duhani? Keq. Nga një mirë, keq, duhani, tha. 10 vjetë i kumbo që e kum lanë, by the way. Bravo, bre. Halal të koft. E ka pi, e ka hangër. Që 10 vjetë u bënë në? 10 vjetë këto ditë më duket, se di bashkësak datën. Wow. 2006. Unaza? Martesa. Tatuajet? Palidhje. Qirend? Romantik, simbolik. Dhjetori? Zdo gjë e mirë. Ditlindja Minova. Telefoni?
Domosdoshmëri. Fitnesi. Domosdoshmëri po ashtu. Skena. Magjia. Gjarpri. Kryeministri. Ish kryeministri Hashim Thaçi. Jo. Humor. Ky ka qenë pseudonimi i në luftë. Po, e kuptova. Gjarpri... Vallaj, Gjarpri... E the? A e thash, okej. Ajo ke me humor, po s'ka lidhje. Marilyn Monroe. Këmbët. Ashensori. Mali, djali jam. Aeroplani. I pa nevojshëm. Ora. Ora... Obligim. Sheqeri. Shumë i mirë. Reklamat. Vetura. Buka. Buka kompania. Kur jemi te buka, jo rastisht e kum lënë të fundit, kallësona pak për kompaninë tonë, Bukën, ku është produksion që mirët edhe me reklama dhe me projekte të ndryshme. Sa është aktiv momentalisht? Buka u themelu në vitin 2008, të thash, je marë komponu si producent edhe ma heret, para viti 2008, kom gjithë projekte, kom bo, po ajo kanë qenë individuale ma shumë. Prej viti 2008, ne kemi bo shumë punë, kemi prodhu shumë reklama, filma të shkurt, 2 filma dokumentar shumë të rëndësishëm, njëri prej tyne për ambientin, tjetri për diasporën shqiptare. Fushata dhe reklamat ndryshme prej atyne humanitari deri te ato të përmirësimit ambientit edhe hapësirës në cilën jetojmë, koncerte komerciale, e tjera, shumë qka. Derisa Buka punën e vetë të deri tanishme ka kurorzu me një bashkëprodhim të një filmi dhe bashkëpunimi më të madh në mes Kosovës, Shqipërisë dhe Italisë, që quhet Distant Angels, apo Engjujt janë larg, një film ku ti e ki rolin kryesor për Teuta Krasniqi ka rolin kryesor së bashku me një aktor... Am thirrë në premier? Me një aktor të njohur italian që quhet Rinaldo Rocco, me një drejtor të fotografisë të jashtëzakonshëm, cili sunja shqiptoj emrin, po e ka një emër klasik italian. Giuliano Sonta, diçka që shtu, po... Pero se në manë situacione? Dhe, po thom, jemi në pregaditje të premierës filmit, besoj që dikun gjatë mujt shkurt, ose më së largu në mars do të ndodhë premiera kombëtare e filmit, kurse jemi në stand-by në raport me disa festivalet kategorisë A në përbodhë, dhe besoj që një film, kjo do t'jetë një film i cili... Qa me vesh? Një film i cili do ta, si me thonë, do ta promovoj Bukën si produksion, do t'i promovoj aktorë cilë të marrin pjesë në ta, qysh me thonë, tregun ndërkombëtar, dhe do t'jetë, se natyrisht unë besoj edhe jam i sigurt që ti në Kosovë s'ki nevoj për nej asë në trojë shqiptare. Kreq në qatë filmi kemë. Po, shtu që kam shumë shpresë që ai film ka me pas suksesin e vetë. Buka vazhdo në punoj... Unë po të falenderoj publikisht që ju më ko një pej e përzgjedhura e për atë film, se ajo ka njës prej teje, ma ndaj të vazhdu edhe të regjisoria dhe së kun falenderu në herë publikisht. Falenderit për këtë përgrahje. Falenderit prej teje që ka marrë pjesë talent ytë. Do me thonë, një kolegi yti mundet me të referu në herë, që kjo është e mirë këshyrne, po pas që e në regjisori bindur edhe ekipa e bindur, kështu që kontributi nuk është vësime. Inshallah shkon filmi marë, inshallah shkon Buka marë. Pyetja jam e vetme dhe e fundit, okej. Nëse kish me qenë mundësia jote e fundit, për me thonë një fjali ose një porosi, cila kish me qenë ajo? Buk! Për rime? Po, e fundit krejt e fundit? E fundit fare. Po,
Ka po shkojmë bre, disa që shtu, buk, le t'jetë me buk. Buk, jo rasisht edhe produksionin e ki qujtë buka, edhe buk, edhe mirë, që a identifiku se e mirë. Bufe, unë të falenderoj shumë që gjete kohë me ardhë. Falemderit që më këthirë në emisionin tonë të parë. Kisha mujtë ndryshe, u dashtë mu konti këtu, edhe falemderit që erdhe këtu e di që sot e ki pas një agendë shumë të ngjeshëm, po falemderit shumë. Inshallah të shkon marë, se të shku ty marë, më shkon edhe mu marë, kështu që dashta duna me ti dëshiru kitë sukseset e botës. Falemderit pashtë, falemderit. Ajgare, se me krejt zemër. Të dashur shikues, faleminderit edhe juve që qëndruat me ne deri në këto momente. Faleminderit edhe një herë gjithë stafit edhe studentëve të kolegjit Iliria. Faleminderit gjithë përkrahësve të këtij emisioni. Ne do të takohemi sërish javën e ardhshme, të shtunën e ardhshme në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend, pra në televizionin Tribuna Channel, me emisionin Mesnesh me mua Teuta Krasniqin. Deri atëherë, shëndet dhe paqe për të gjithë. Jam me Liridona Prepove. Liridona e studente? Po, jam studente në kolegjin Iliria, studioj banka, financa dhe kontabilitet. Qysh po shkon? Shumë mirë. Tregom çysh kaloi sot në emision. Emisioni më pëlqej shumë, gjithsej kish bëj me më pëlqej tek pyetjet se ishin pyetje sinqerta. Përgjigje fakt sinqerta dhe pyetje që kryesisht shkoj të bëj me jetën reale. Diçka tjetër çka kishe pasur më shtuese me auloni përsi ose kolegëve ose? Asgjë më shumë veç ju përgëzoj për këtë emision, shpresoj që keni me pas suksese. Dhe një falënderim shkam për kolegjin Iliria, që na e ka mundsuar të jem student aty kolegjit dhe të ndërtojmë pra në baza në raporte pra të shëndosh me zbesufme dhe shumë shoqërore. Faleminderit edhe nga ana juaj për ftesën. Jam me Laureta Dervishaj. Laureta e studente? Po, unë studioj në kolegjin Iliria, jam në vitin e 3, studioj banka, financa dhe kontabilitet. Qysh po ecë? Shumë mirë deri tani. Në të vërtet? Patjetër. Çish kaloi në emision tregomat pa diçka që të pëlqej shumë ose diçka që të pëlqej? Me të vërtet kalova shumë mirë, unë ndiva vërtet si në shtëpinë time. Ju dua t'ju falenderoj përzemërsisht në emër të kolegjit që na keni ftuar dhe ndihemi shumë të privilegjuar që jemi musafirët tuaj të parë në këtë emision. I vërtet ne si kolegj ju urojmë shumë suksese në këtë emision, paqë shumë shëndet dhe nuk dyshojmë asnjëherë që do të arrini sukseset në këtë emision. Faleminderit shumë, kemi nisë me juve dhe deri në fund kemi me juve, kështu që po unë gati për krejt sezonat, duheni me qenë këtu. Përshëndetje, këtu jam me? Përshëndetje, me Fatlin Tyçin. Fatlin, je student apo je pjesë e stafit? Po jam student viti 2, studioj ekonomikun në kolegjin Iliria. Prin ka e tja? Nga Lipjani vit. Qysh po shkon? Kallzon pak për studimet në kolegj. Prej vitit të parë deri me tani kam pasur suksese shumë të mëdha, domethënë mendoj me vazhdu deri në fund kështu. Bufi na foli pak më herët që familja mundet mu gjetë edhe në shoqëni. A e ki gjeti atë familjen tonë në shoqëninë e kolegjit Iliria? Po besoj se anëtarë dhe kolegët në kolegjin Iliria përbëjnë familjen e dytë, gjë që është shumë e rëndësishme për një student që i do, domethënë, ai familja e dytë gjatë studimeve të tij. Qysh kaloi në emision, çat pëlqej, çat pëlqej? Në emisionin tuaj të ri dhe të parë kalova shumë mirë, ishte emision, domethënë ishin dy musafir shumë të shkëlqyer dhe adekuat për emisionin tuaj të ri. Gjithashtu na dhanë edhe mesazhe përmes temave që u qelluan dhe përmes përgjigjeve tyre të sinqerta. Na dhanë shumë një mesazh të mirë dhe një përkrahje të fuqishme për me vazhdu sa më përpara dhe fuqishëm.